Lavdi emri tënd, o Atë. Lavdi emri tënd, o Atë. Falenderojmë, o Atë, në emër të Jashuas, o Atë, për hirin, o Atë, dhe dashurinë tënde që ti shpreh, o Atë, në zemrat tona, o Atë. Prandaj ne sot na takon të lavdërojmë ty, o Atë. Mjeshtrin tonë, sundusin tonë, gjykatësin e të gjithëve, të përshkruajmë madhështinë tënde. Ai që krijoi krijimin dhe na bëri të ndryshëm nga gjithë kombet e tjera dhe na ka vendosur ne në praninë tënde, o Atë. Ti nuk na dhe pjesën tonë si pjesën e tyre. Për lavdi të emrit tënd, o Atë. Haleluja. Prandaj është mirësia jote, o Atë. Prandaj është ajo shkalla, o Atë, që ti ke vendosur në praninë tënde, që bëri të mundur birit tënd që të ngriheshim, o Atë, dhe të kërkonin fytyrën tënde për lavdi të emrit tënd, o Atë. Bëre të mundur, o Atë, shfaqe hirin, shfaqe dashurinë, o Atë, sepse fe që njeriu ishte i paaftë, në fe që njeriu kishte nevojë për praninë tënde, për jetën tënde, dhe me atë fuqi së frymës tënde ti e ringjalle birin e njeriu, ringjalle në emër të Jashuas, o Atë, na dhe jetën. Dhe vendose, o Atë, në praninë tënde, vendose fjalën tënde, vendose urdhërimet tënde që na veçoje për lavdi të emrit tënd, o Atë. Falenderojmë, o Atë. Falenderojmë, o Atë, se ke qenë i mirë me ne, o Atë. Që vendosur mëshirat tënde të reja çdo mëngjes, o Atë. Ishim pa shpresë, pa Zot, pa Elohim, pa ty, o Atë, pa Mesia, o Atë. Po prap ti e vendose në vullnetin tënde, dërgove që të na shpëtoje, na nxirre nga llumi i mëkatit, o Atë. Dhe vendose praninë tënde, që ne mund të adhuronim ty vetëm, të lavdëronim ty, o Atë. Prandaj ti, o Atë, gëzohesh, o Atë, kur shikon ecjen e drejtë të popullit tënd. Ti gëzohesh, o Atë, kur shikojnë që të nderojnë ty në udhërimet tënde, o Atë. Prandaj ke krijuar, o Atë, ke krijuar marrëdhënien tënde në frymën e shenjtë. Ke krijuar shkallën që ne mund të ngjitemi, sepse biri i njeriu të peri të mundur. I vetë lindur i tënd, Jashua Mesia, duke na sjell, duke na çuar, duke ndërmjetësuar për ne në të djathtën tënde. Prandaj këtu, o Atë, në praninë tënde, duke kërkuar fytyrën tënde, sepse nuk ka si tjetër si ty, o Atë. Je ti, o Atë, që mbretëron, je ti, o Atë, që lartësohesh, o Atë, je ti që ke shtrirë qiellin dhe formon themelet e tokës, o Atë. Në froni tënd i nderimit është atje lart në qiell. Zotëria fuqisë tënde dhe madhështia tënde, urtësia tënde që ndron për jetë, o Atë. Ti je Elohimi ynë dhe nuk ka asnjë tjetër. Nuk ka asnjë tjetër, vërtet është mbreti jonë dhe nuk ka asnjë tjetër, siç është shkruar në ligjin në Torën tënde. Që ne duhet ta dimë këtë ditë dhe ta marrim me zemrën tonë dhe të dimë që vetëm Elohimi tonë është mjesht e lartë në qiell dhe në tokë poshtë nuk ka asnjë tjetër. Prandaj ne sot përulim përpara te zemra, përulemi përpara teje, përpara mbretit të mbretëve, i shenjti i bekuar qoftë ai, Jaku Elohimi lashtë, është emri tia, që na dha Jashua Mesia, të vajosurin e tia, të dërguar para përcaktuarit, atë që ti e dekretove dhe lartësove përpara engjëve, emërove dhe shpalle, që ai do shtironte njeriu nga mëkatet, nga vdekja. Prandaj siç thuhet, o Atë, në atë ditë ti do jesh një, se Jaku do të jetë mbret mbi të gjithë botën, dhe mbi të gjithë në atë ditë ti do jesh një dhe emri tënd do jetë një, për lavdi të emrit tënd. Mjeshtri i botit, i cili mbretëroi përpara se të krijohej çdo formë, kur krijimi erdhi me anë të vullnetit të tij, atëherë si mbret ai u shpall. Dhe pasi gjithçka do të ketë pushuar si qeni, vetëm ai do të mbretërojë me fuqinë e tij të jashtëzakonshme, lavdi emrit tënd, o ti që ishe, ti që je, o Atë, që do jesh përjetësisht, o Atë, në shkëlqimin tënd, në madhështinë tënde, i pari dhe i fundit, alefi dhe taki, dhe nuk ka asnjë të dy të krahasohet me ty, ti je i barabartë me ty, pa fillim dhe pa mbarim, ti je forca dhe sundimi, ti je Elohimi jonë, të bysi joni i gjallë,
Kemi dhimje sonë në kopat kejsie, ti e flamuri jonë, strea jonë, pjesa e kupës jonë në ditën kur ne të thërasim. Falenderojmë o atyn, Elohim jonë, falenderojmë o mbreti jonë, për mirësin tënde, ndashurin tënde. Je i mirë dhe i mëshirshëm dhe i dhemshëm, shpirt gjerë i bollëkshëm në mirësi dhe në të vërtetë, duke ruajtur mëshirën për mira ndër breza për ata që të duan dhe zbatojnë urdhrimet tënde, në emër të Jashuas, birit tënd, dhe Elohimit të gjallë, mbreti jonë, Zoti jonë, Jashua Mesia. Në emër të tia o atë lutemi dhe të falenderojmë o atë. Haleluja. Lavdi emri tënd. Shalom vlla motër, kudo që po më ndjek, kongres pa i nga zeri Mesias, për lavdi të tia. Mirë se erdhe në takimin tonë. Shalom vlla dhe motra për të gjithë ju që do jeni dhe do ta shikoni, dhe mëtej për lavdi të emrit të tia, ja ndoshta mund të dallohemi, për lavdi të tia, kongres pa i ju përshëndes, për lavdi të tia. Kjo është misia jone në live që jemi në Telegram, gjithashtu ti po e ndjek në YouTube. Unë të inkurajoj vlla motër për formimin tënd, për mirëpajisjen tënde, për përgatitjen, për të hyrjen në ato portat që zbulesa 22 na flet për qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, që fillon me 11 vjeçarin mbas trëngimit të madh. Unë lutem Atit që të bësh përgatitjen tënde në zemrën tënde dhe të inkurajoj në shkruaj në kanalin tonë për dishipullizimin, mirëformimin në fjalën e vërtetë, lavdiatit. Janë disa aspekte që ne flasim, janë disa aspekte të shkrimit që janë lënë me një anë, janë dekretuar nga dikush, mësandaj dhe janë vendosur në një mënyrë që sot Asambleja e Përgjithshme, lutem Atit, vazhdojmë që të sensibilizojmë zemrat tona, përgatitjen tonë për mirëformimin dhe gjithashtu lënien në një trashëgimie për lavdi të Atit në mirësinë e Atit. Unë lutem Atit që të kemi mundësinë të shikojmë ecjen tonë vlla motër ku jemi, janë orët e fundit. Shumë prej jush në këtë moment ose që po më ndiqni, jeni në këtë rast disi larguar prej Atit. Unë lutem Atit që të kesh zemrën tënde dhe ta kërkosh dhe të shkosh përpara Tia për pastrimin tënd në radhë të parë dhe masandaj bashkimin dhe fillimin e asaj rrugës të mirë të vërtetë, fillosh të lexosh shkrimin, fillosh të miqësosh në asamblejën atje ku Ati vendos urdhërimet e Tia, vendos të vërtetën e Tia, sepse urdhërimet e Tia janë të vërteta, ligji i Tij është i vërtetë, lavdiatit është karakteri i Tij, është ftesa që ai na bën, gjithashtu në Efezianët 5:1, të njëjtën aspekt kemi me para Korintasve 16 ku Pali thotë unë ndoqa jam imitues i Mesias i Krishtit dhe ne duhet të ndjekim apostull sepse vetë Mesia la lajmin e mirë të mbretërisë që ne të pajisemi, mësandaj të dishipullizohemi dhe të dërgohemi eventualisht një ditë. Me di që sot kemi çdo lloj strukture që mësandaj anashkalon përgjegjësinë tonë personale, të shikojmë karakterin e Atit, urdhrimet e Tij, të veçohemi dhe mësandaj dërgohemi në kohën tonë. Këto janë disa struktura që unë po lutem në këtë rast që të sensibilizojnë zemrën tënde, të shikojmë dhe të vënë prioritet fjalën e Tij dhe jo dëshirat tona dhe jo zellin ton, mësandaj pa njohuri lem shumë hapësira dhe nuk është dishipullizimi i vërtetë që mund të bëjmë ndaj botës dhe të tregojmë Mesian e vërtetë, Krishtin e vërtetë. Ka një strukturë, hierarki, vlla motër, të autoritetit që Ati ka vendosur. Është Yahweh Elohim, në këtë rast është krijuesi, Yahweh është emri i Tij vërtet, Elohim është një titull, Yahweh Zoti në këtë rast, mund të themi. Ai është krijuesi i qiellit tokët. Efezianët e thon hapurazi, është ai që për çdo emër dhe familje merr në qiell dhe në tokë. Çfarë do të thotë është ai që çdo familje në qiell dhe tokë merr emër prej Tij, do thotë që ai është autoriteti lavdiatit, është krijuesi.
nuk ka fillim, nuk ka mbarim. Ai është Alef dhe Tav, Alfa Omega që shikon në Biblën tënde. Alef është në hebraisht, Tav është po, janë dy shkronjat si fillim dhe mbarim të alfabetit hebraik. Prandaj sot neve përmendim alfabetin. E kemi menduar ndonjëherë pse? Është Alef, Alfa është Alef që fillon me shkronjën e parë hebraike dhe masandaj Bet është shkronja e dytë, prandaj kemi alfabet. Lavdjati, sepse prej gjuhës së tia është gjuha e krijimit që masandaj profetët deklarojnë. Gjuha hebraike është gjuha e krijimit. Prandaj vllai motër, të inkurajoj që të shikojmë së bashku, të gërmojmë, të lejmë më njanë çdo gjë tjetër që nuk është e nevojshme, të jemi të sinqertë përpara Atit, me një dashuri të vërtetë, jo me hipokrizi, jo me gjëra të tilla që nuk kanë vend, sepse i lejon Satani në jetën tënde për një arsye, për një legalitet që të fillojë të mbaj peng. Unë lutem Atit që këto gjëra të rishikojmë dhe do presim disa aspekte sot, do presim dhe një aspekt që ishte në zemrën time, ka qenë prej kohësh, por dje po e rishikoja dhe masandaj kur po lexoja fjalën e tia, dolën disa gjëra në këtë rast edhe do të rishikojmë lavdjatit. Sabati, sot, vllai motër, është dita e veçuar e tia, dita e veçuar që duhet të mblidhet asambleja, lavdjatit, duhet të mblidhesh ti me familjen tënde dhe të miqësosh, të darkosh me mbretin lavdjatit. Me mbretin e përjetshëm, që është Ati, po dhe është dhe Elohim, është dhe Zoti i përjetshëm, autori i shpëtimit të përjetshëm, dhe kemi dhe kryepriftin tonë, Mesian Jashuan, Zotin tonë që themi. Zoti është një titull, vlla motër, kur ne themi që Jezu Krishti është Zot, që është një emër në këtë rast e lem një që grekët kanë vendosur, po emri i tij është Jashua, ai ishte hebre. Kur themi që Jashua është Zot, lavdjatit, do thotë që ai në këtë rast ka marrë titullin, Ati dha titullin e të qenit në këtë rast një hyni përmbi engjëjt, është Zot, është sundues, është mbret, është gjykatësi. Ky do thotë titulli. Atë titull në këtë rast e ka dhe Ati, por biri nuk është përmbi Atin e tia. Kur themi neve që Jashua është Zot apo Krishti është Zot, do thotë që ai tani ka atë titull, po jo se është Ati, jo se është Zoti, se ndryshojnë masandaj, kalojmë në koncepte të tjera që janë koncepte filozofike masandaj, që u krijuan në vitet 300-400 me peshkopët e asaj kohe, me gjithë krijimin e denominacioneve, kur filluan masandaj sektet katolike ortodokse dhe filluan me imagjinata, me çdo lloj perceptimi që shkrimi nuk thotë, një adhurimi të një Elohim, të një Zoti tjetër që Bibla nuk flet. Lutem Atit që ti kuptojmë këto koncepte, masandaj u ndryshuan gjatë kohës. U ndryshuan kohët e caktuara, vlla motër, që janë festat e tia, sabati është nga festat e tia. U ndryshuan në vitet 300, do t'i shikojmë më vonë. Sabati është shenja e beslidhjes së përjetshme për ty dhe mua të miqësojmë me Atin. Është ajo darka me Atin, lavdjatit, çdo fundjavë mbahet në qell. Janë libra që e përcaktojnë, kemi folur disi në një farë mënyre. Lavdi emrit të tia. Nuk bëhet punë në këtë ditë, vlla motër, nuk i bën të tjerë që të punojnë. Si ti dhe ai që ndodhet brenda portave të tua, sepse në të 6-ën ditë Jahve krijoi qiellin dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e sabatit ai pushoi. Prandaj Jahve ka bekuar ditën e sabatit dhe ka shenjtëruar atë, ka veçuar atë. Ne, lavdjatit, dhe le ta shikojmë atë varg kur Mesia thotë në Marku 2 që sabati është bërë për njeriu. Çfarë do të thotë? Është krijuar për njeriu. Në këtë rast është vendosur për njeriu. Është
u veçua për njeriu. Por nuk vendos njeriu, vëlla motër, kush do të jetë sabati, mënyra. Këto ishin gjërat që ishin implementuar në atë kohë kur Mesia erdhi dhe qortovi disa aspekte që kishin lënë mënjanë. Dhe unë lutem Atit që të shikojmë së bashku dhe të gëzojmë zemrën e Atit, vëlla motër. Sepse kur ai e ka bekuar këtë ditë, dëshiron që dhe ti dhe unë të bekojmë në këtë ditë. Dëshiron që ti dhe unë të miqësojmë dhe të marrim bekimet që i përkasin kësaj dite, vëlla motër. Kur Ati thotë që ti e shikon në ekran që ai e ka bekuar këtë ditë, do thotë që ka një diçka të veçantë në këtë ditë. Unë e di që ti miqëson, po vëlla, po ja e djela nuk ka folur Ati për ta veçuar, siç nesër në këtë rast asambleja mund të bëjë. Por vërtet, a jemi në shenjën e beslidhjes së përjetshme? A ka folur Ati për gjëra të tilla? Nuk është thënë në asnjë vend të Biblës, vëlla motër. Nuk është shkruar dhe nuk ka asnjë evidencë të shkrimit në Bibël për gjëra të tilla. Ja, le të shikojmë së bashku. Le të shikojmë njërë Markun, njërë fillimisht Markun 2. Markun 2. Lavdiatit, okej. Varu 27, 28 i fundi kapitullit, le ta rishikojmë së bashku. Ja, ku kemi Marku 2, 27, 28. E shtuna ka, vëlla motër, është një fjalë pagane. Ati ka folur për ditët e tija që janë me numra, dhe dita e 7 është sabati. Por thjesht për ta tuar dhe tinë, sabati është berë, po të shikosh fjalën berë, është ginomai, fjala nga greqishta do thotë ginomai. Ginomai do thotë është krijuar, është manifestuar, ka ardhur në ekzistencë nga kuptimi biblik. Është berë për njeriu, është vendosur për njeriu, lavdiatit. Atë që Ati tha pak më përpara, a nuk e tha që Ati e ka bekuar dhe vendosi, e veçoi atë, vendosi atë ditë dhe e bekoi për neve. Mos ndoshta ka nevojë për bekime Ati tonë? Çdo gjë që ai e ka për ne, vëlla motër. Dëshiron të bëj të mirën ty dhe mua. Që ti dhe unë të shikojmë karakterin e tij, të gëzojmë zemrën e tij, në të mirën tonë të mundshme, dhe të ecim sipas fjalës, urdhërimeve të tij, që sot janë lënë më njanë. Kur flet një vëlla, një motre sot për urdhërimet e tij, pasandaj me njerë të kuremi, përse? Do thotë që ka diçka brenda që nuk të lejon që ti të miqësosh në urdhërimet e tija. Dhe nuk ka të bëj fare as me ndjenja, as me deklarime, as me shërbesa abuzës, apo me talja, apo me dukje nga jashtë, të devotshëm nga jashtë, që mohojnë në fuqinë transformuese të fuqisë së frymës së shenjtë në urdhërimet e Atit, veçimin që sot është lënë më njanë në asamble dhe përtej. E shtuna, sabati është berë për njeriu, është vendosur, është krijuar, është lënë më njanë, Ati vendosi, e krijovi për ty dhe për mua. Dhe jo njeriu të vendosi si janë rregullat e sabatit apo kur do të berë, çfarë do të berë. Kjo ishte mënyra, traditat e njerëzve që Mesia qortoi me krerët e fetarët asaj kohe, saducejnë të farisejnë, që duke futur tradita, duke futur mënyrat e njeriut, kishin lënë më njanë marrëdhënien e vërtetë që Ati dëshiron me popullin e tij, kishin qenë pengesë. Dhe unë lutem Atit që ata që janë sot dhe pretendojnë se po mësojnë një Mesia të vërtetë, një Zot të vërtetë, lutem që të rishikojmë ecjen tonë. Prandaj shumë prej jush, nuk e di do ta dëgjoj dikush, por
kam dërguar, kam sensibilizuar zemrën tënde me mësimet, me deklarime në këtë rast, me çdo hapësirë që mund të kesh marrë prej meje. Dhe është për të vajtuar kur unë dërgoj diçka në këtë rast kaq me detaje, dërgova dhe ndoshta ju e keni parë postimin në Facebook kur dërgova për atë çfarë ndodheshe, qarjen e zemrës time dhe vera në ishte pak i gjatë. Por me çdo detaj të mundshëm që solla dhe për të sjellë atë rreshmërinë e shkrimit dhe situatës që është emergjente sot në asamblejnë e tia. Dhe masandaj nga dikush që është drejtues në Shqipëri, masandaj tha përshëndetje, tha nuk e kuptoj çfarë do të thuash me këtë shkrim. Me këtë shkrim ishin me 30-40 vargje në këtë rast të mbështetura. Me këtë shkrim nuk e kuptoj, tha. Si nuk mund të kuptoj me urdhërimet e Atit? Por unë e di çfarë po në thelbi ku ishte, çfarë ndodheshe brenda ti. Çfarë ti po thua me këto gjëra, sepse unë nuk dua t'i praktikoj urdhrimet e Atit me pak fjalë, kjo ishte, nuk e kuptoj. Ko më përpara të njëjtat personave dërgon zërin e Atit që ka folur 2 herë, dhe paktën me mua, ka folur 2 herë në vit për të lajmëruar asamblejnë, për të dalë nga paudhësia, siç e konfirmovi fryma para 3-4 ditësh, që Ati po thret popullin e tij të dalim nga shkelja e ligjit, nga paudhësia e vazhdueshme. Ai që konsiderohet pastor dhe afrohet mësandaj duke thënë, por cili ishte mesazhi profetik? Duam atë karizmatikën, duam atë më profetizo o birin në këtë rast, nuk të di unë, njeriu i Zotit, siç e thonë sot, më thuaj diçka që unë duhet të gudulis veshët e mia. Kur në atë mesazh që unë dërgova dhe që Ati foli, ishte thjesht Ati po thërriste popullin e tij të pendoheshe, të largoheshim nga mëkati që është shkelja e ligjit. Ne duam sot një mesazh profetik. Kur Ati po thret për pendim, dikush do mesazhin profetik. Pikërisht ky ishte mesazhi profetik. Siç ishte në kohët e Jonës. Ishte mesazh profetik që vajti dhe i tha shko, thërrite popullin e Nevesë të pendohet. Mos të donte çfarë mesazhi profetik do t'i japim sot dikujt sipas strukturës vet? Nuk e kuptoj mesazhin profetik. Është për të vajtuar, kur shikon deklarime të tilla nga ata që pretendojnë se duhet të kenë një dallim frymëror dhe të kenë fjalën e Atit brenda në zemrat e tyre. Sot kemi njerëz që janë intelektualë. Nëse sipas filozofisë së tij nuk përben rrjedhshmërinë e asaj që ai ka në mendjen e tij, atëherë nëse ti sjell një fjalë pendimi që vjen nga Ati, nëse ti sjell një fjalë në këtë rast dhe bën një vargje dhe bën një strukturë duke thënë që nuk kemi mirë ku jemi sot me çfarë po praktikojmë. Gjë që normal që në asamblejnë në Shqipëri praktikojmë festat e tjera dhe jo të Atit. I kemi marrë nga vite 300-400 çfarë ka ndodhur me çdo lloj kalendari që është pagan, i Papa Grigorit të 13. Në 1600 e krijovi dha botës dhe vazhdon sot. Denominacionet e shumta të njeriut. To janë të njeriut. Janë krijuar ditë dhe festat e caktuara të njeriut, jo të Atit në Levitiku 23. Dhe kur marr akoma mesazhe nga njerëz që duhet të jenë aty për të dishupullizuar kopejnë, nuk e kuptoj çfarë do të thuash ti me këto shkrime. Nuk e kuptova mesazhin profetik. Dhe pastaj si thoshte dikush tjetër prapë në Tiranë, ti je veç shpallur. Por unë nuk e kam parë mësimet tënde, unë nuk kam dëgjuar asnjë gjë prej te dhe ky është mesazhi tia ndaj meje. Unë nuk kam parë apo dëgjuar asnjë gjë prej teje, por
në këtë rast ti na del në këtë rast që qenë ke dikush. Dhe fillojmë në këtë rast duke krijuar një perceptim të gabuar, dhe ati pas mëshire, por do dalë dhe do ta shikoni vetë bisedën live me personin, dhe lutem atit që të dalim nga këto hipokrizit që kanë mbajtur pen popullin tonë në Shqipëri dhe përtej diasporën, që me çdo lloj mënyre dhe nuk e di, lutem atit për këto gjëra, sepse ka çdo lloj miqësie, ka çdo lloj faqe, ka çdo lloj dalje sot që dalin në Facebook live, persona që nuk janë akoma nuk kanë marrë akoma fjalën, sepse ti ke Biblën në dorën tënde, do thotë që ke kuptuar, vëlla motër. Dalin motra sot që është për të vajtuar. Për ju motra ndoshta dikush e dëgjon. Kush të ka dhënë këtë autoritet ty në këtë rast të dalësh të flasësh fjalën? A ka ndonjë evidencë të kishës së parë që motra dilin dhe në këtë rast predikonin dhe mësonin në këtë rast live, apo mësonin një grumbull njerëz të madh? Ishte edhe në apostujve, ai la apostujt, la zyrat, la peshkopët që duhet jetë është burri i një krua të vetme. Motrat mësojnë, dishiplizojnë në atë dishiplizimin intim, një me një, me motrat për re. Sot nuk ka një strukturë hierarki të autoritetit dhe kemi besimtarë që tërhiqen me çdo lloj gjë tjetër. Pikërisht në e dyta e Pjetrit 3 fletë që masandaj të pamësuarit, të paqëndrueshmit, i shtrembërojnë shkrimet, ndërkohë ato shkrimet është që në zanafilla deri tek Mateu, që po flet për ligjin, profetët dhe librat e urtësisë dhe psalmet. Psalmet normal që janë librat e urtësisë. I shtrembërojnë shkrimet sepse nuk i kemi kuptuar. Ne sot nuk kemi kuptuar çfarë është mëkati. Do flasim për gjëra të tilla. Dalim me definicione, me përkufizime në këtë rast të vetjake të njeriut. Çfarë është mëkati për ty motër që del live në Facebook apo je e dishiplizuar nga një tjetër, në këtë rast grua, dhe për ju motra nuk kam asnjë gjë për motrat. Lutem dhe vajtoj, dhe shumë prej jush duhet ishit këtuja, por jeni tërhequr në këtë rast me mësime të reme, duke filluar nga Afrika, masandaj u përhap në Amerikë dhe u përhap masandaj çdo lloj gjë tjetër. Me të tëra doktrina masandaj që dalin gra dhe çojnë veten me titull. Çfarë është mëkati, vëlla motër? Çfarë është mëkati? Përkufizimi i Biblës. Apostulli Gjoni po dekreton diçka që ishte thënë më përpara. Po dekreton një shkrim që ishte thënë më përpara. Çdo gjë që apostujt flasin, po miksojnë në beslidhjen e re, po na sjellin neve çfarë ishte thënë më përpara, që tani keni Mesian dhe duhet të shikojmë ecjen tonë, çfarë të bëjmë, dishiplizimin, pastrimin, veçimin, që është e tërë tema që nga zanafilla deri tek zbulesa. Atje veçovi Adamin në kopshtin e Edenit dhe i tha çfarë? Mos bëj disa gjëra, mos ha nga pema e njohjes së mirës e të keqes. Ky ishte veçimi që ati beri që në fillim. Çfarë flet në zbulesa 22 që është fundi i Biblës? Veçimin flet. Çfarë fillon libri i zbulesës? Fillon me veçimin, me ndarjen nga mëkati. Mëkati çfarë është? Mëkati është shkelja e ligjit e para Gjoni 2:3, para Gjoni 3:4, që apostulli Johanan Gjoni deklarovi Levitikun 4:2, që mëkati është çdo kelje që neve bëjmë ndaj urdhrimeve të Atit. Që apostulli Gjoni dinte që nga fillimi çfarë ishte shkruar. I kishte librat para se të vinte Mesia, vëlla motër. Apostujt i kishin në një farë konteksti, por ishin të infektuar nga farisejtë dhe saducejtë me traditat e etërve të tyre, që kishin njollosur shkrimin. Prandaj Mesia vjen dhe restauron atë zyrën e kryepriftërisë, të masandaj që ai e fitoi me anë të bindjes ndaj Atit.
sepse ajo zyra ateshme që ishte korruptuar. Me ati sollibirin e tia në këtë rast që të restauronte popullin e Izraelin fillimisht, erdha për delet e umbra të Izraelit, tha Mesia, Krishti. Pastaj vendosi që të përhapishte lajmi mirë i atij restaurimit të 12 fiseve të Izraelit që Mesia erdhi për të bërë, e vendosi masandaj edhe për të kombet që jemi neve, tani jemi një, jemi Izraeli neve. Ndërkohë Efesianët 2 e thonë hapurazi, nga dy popull na bëri një, jemi në qytetarim në Izraelit. Izraeli si komb, si shtet, si lokacion, vlla motër, është në plajën arabe, është atje. Ne po flasim për Izraelin frymëror, për Izraelin e Atit, ata që kanë besuar tek biri i tij dhe kanë filluar të ecin në urdhërimet e tij. Për Izraelin, vlla motër, i kishin urdhërimet, nuk mund të flasësh një izraeliti sot e një apo nuk e një Mesia, në ajo është një kontekst tjetër. Nuk mund të thuash një në Izrael dhe ti mësosh sabatin. Ti thuash që mbaj sabatin. Ai e di sepse e kishte që nga fillimi, e kishte që në Adamin. Adami u vendos në kopshtin e Edenit, në këtë rast që u krijua në ditën e 6 dhe pastaj të nesërmen ishte sabat. Dita e parë e tia që duhet të festonte me Atin ishte sabat. Lutem Atit, vlla motër, për shumë gjëra që shikojmë, që dëgjojmë, dhe të vazhdojmë. Është nga festat e tia, festa që kemi çdo fundjavë, lavdjatit, të premten në Perëndim fillon, të shtunën në Perëndim mbaron. Kjo është dita biblike që llogaritet. Merr familjen tënde, ulesh në tryezë, bekon Atin atë në të premten në darkë, dhe që aty fillon që po e falenderon Atin, po në të rast e dallon atë ditë, dallon mirësinë e Atit, dëshmon në të rast në zemrën tënde që fillovi dita e veçuar o Atë dhe unë tani po të falenderoj, dhe bekon familjen tënde, ti vëlla që je në shtëpinë tënde, që ke zyrën e priftëri në të rast të priftërisë në shtëpinë tënde, dhe fillon një ditë e veçuar që Ati ka bekuar. Është festa e tia që kemi çdo fundjavë, në shenjë beslidhje së përjetshme që duhet kremtuar brez pas brezi, qenja e tia, e popullit të tia. Mesia vetë, vlla motër, çfarë na tha? Çfarë na tha në Mateu 4? Që ne si mund ta poshtim të ligun, si mund ta manipulojmë në këtë rast planet e tia, duke shikuar dhe duke jetuar me çdo fjalë që del nga goja Atit tonë Elohim. Ky është fillimi i ministrisë së Mesias. Ku ishte shkruar kjo gjë, vlla motër? Ku ishte shkruar? E nuk është me anë të deklarimi si që bëjnë sot disa denominacione që do kemi mundësinë, do e këtëm disa gjera në ditët që do vinë. Nuk është me anë të deklarimit. Unë marë psalme, deklaroj dhe do marë bekimin. Unë marë këtë gjë dhe po i deklarova dhe të dëgjoj një gjërat masandaj që sot predikohen. Është me anë të zbatimit që neve marrim bekimet tona, vlla motër. Jo me anë të deklarimit. Sepse Mesia tha është shkruar për mua dhe për ty që të vend ta shikojmë që ne të rojmë. Sepse njeriu nuk ron vetëm me bukë, por ron me çfarë? Me çdo fjalë që del nga goja e Elohim. Shko shikoje ku është shkruar, po të thotë Mesia tënd. Ishte shkruar ku? Ishte shkruar në ligjin e përtërirët e 3. Me qëllim që ti dhe unë të kuptojmë që njeriu nuk ron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Jahwe. Jahwe është emri i vërtetë, Jod He Vav He, janë 4 shkronja që u dha në Eksodi 3, pastaj Elohim është si titull. Për të njëjtin që mund të themi që është Zot. E Zotit, më fal. Zotit.
është një titull, hyni, sundues, gjykatës, i jepet Atit, e ka Ati, lavdjatit, e ja dha të birit, prandaj themi sot që Jezu Krisht e Zot, është hyni në këtë rast gjykatës, është mbrejt, ja dha këtë titull. I jepet gjithashtu engjëve, i jepet gjithashtu dhe njeriu. A nuk ju tha farisejve Mesia? Ju jeni zotra. Përse shqetësojeni sepse unë në këtë rast kam marrë atë zyrën për të qenë Zot përmbi engjët dhe njeriun? E thot në Psalmi 82. Ju jepet fjala Elohim. Elohim është një fjalë e përgjithshme, që është një titull. Ne themi Zoti në këtë rast Gentian, Shikazem, valla. E themi, kur të thonë, është një titull nderi që jepet lavdjatit për neve, apo jo, ne themi Zoti filan, apo jo. Kur Mesia flet, vëlla motër, për aspekte të tilla, po flet që ti dhe unë të rishikojmë me çfarë duhet të jetojmë, me çfarë duhet të jetojmë. Dhe po dhe thot hapurazi që njeriu duhet të jetojë me ato fjalë që fillimisht në këtë rast ishin shkruar me urdhrimet e tia, sepse në ligjin e përtërirë përben urdhrimet e tia, masandaj ke zanafillën, pa ke filloj sabati, filloj në zanafillën, masandaj ke Levitikun, ke Eksodin, ke numrat, dhe deri tek Mateu konsiderohet ligji tia. Tora janë instruksione, vëlla motër, instruksione për jetesën tonë, thjesht fjala ligj apo Tora që është nga hebraishte do thotë instruksione, udhëzime. Ja shikojmë apostujt që ishin bijtë e Izraelit. Kur shkrimi thotë që kjo është një shenjë përjetshme midis meje dhe bijve të Izraelit, apo jo, një beslidhje përjetshme. A ishte Mesia biri i Izraelit? A ishin apostujt, vëlla motër, bijtë e Izraelit? Ishin bijtë e Izraelit, ishin izraelitë, nuk ishin as nga Greqia, as nga Italia, si sot pretendojnë t'i bëjnë në këtë rast denominacione të ndryshme që kanë dhe në Shqipëri. Bijtë e Izraelit apostujt, por respektonin sabatin për ta kremtuar atë brez pas brezi, apo jo? Në nderim të asaj që Ati kishte folur, urdhrimet e tia. Urdhrimet e tia janë të përjetshme, apo jo? Ja ku kemi origjinalin nga greqishtja, ka ta miato sabaton. Mos gaboj, tani nuk e shqiptaj dot në greqisht ndoshta, por e dim që është fjala sabaton. Ka ta miato sabaton. Në çdo sabat, vëlla motër, në çdo sabat mblidheshin bijtë e Izraelit për të nderuar beslidhjen në këtë rast e përjetshme që është sabati, një shenjë e beslidhjes së përjetshme. Shenjë do thotë që ti dallohesh për asaj shenjës, ke një vulë që ti në këtë rast po praktikon këtë gjë. Bota dallohet ka shenjat e saj. Zbulesa 14:11 të bishës së figurës dhe do marri dhe damkën fizikisht më vonë. Ati po të thotë ty dhe mua që të kemi shenjën e mirë në vargun 12. Zbulesa 14:12 thotë kjo është qëndrueshmëria e shenjtorëve. Përse qëndrueshmëri? Lavdjatit. A pati qëndrueshmëri këtu, vëlla motër? Ku vajti? A pati qëndrueshmëri Mesia Jashua këtu në shkretetir kur ai shkoi për të testuar nga djalli? A pati qëndrueshmëri? Si qëndroi Mesia, vëlla motër, mbasi u pagëzua në lumin Jordanin për të përmbushur çdo drejtësi që ishte shkruar në Levitiku 8. Do ta flasim më vonë. Për të përmbushur drejtësinë e ligjit që ai praktikovi. Galatasve 4:4 u lind prej gruas në këtë rast nga ana e frymës shenjtë, u lind prej frymës në barkun e nënës së tij Mirja dhe i nënshtruar ndaj ligjit, ndaj Torasë, ndaj instruksioneve, urdhrimeve të Atit. Dhe si qëndroi këtu qëndrueshmërinë, vëlla motër, të Mesias po flasim? Si qëndroi ai? Shikoje tinë, shikoje në ekranin tënd. Si qëndroi Mesia, vëlla motër?
Mesia qëndroi dhe në këtë rast me anë të urdhërimeve të Atit. Dhe na tha dhe neve që duhet të qëndrojmë sepse po jetove me urdhërimet e Tia, ke jetën dhe do marrësh dhe jetën e përjetshme. E thot hapur as i shkrimi. Mateu 19, Luka 10, Zbulesa 22, 14, i kemi vargjet përpara. Mesia vetë në Mateu 19 u tha vetë popullit të Tia. Çfarë duhet të bëjë që të kenë jetën e përjetshme? Ja të shikojmë ato shkrime. Duhet të shikojmë ato shkrime, vëlla motër, sepse kur flasim gjëra, unë po mundohem të ecë përpara, por janë disa gjëra që duhet t'i zbërthejmë në zemrat tona dhe ta lëmë mendjen tonë mishore që nuk do t'i nënshtrohet ligjit. Vëlla motër, ka një kohë pendimi për secilin për nesh. Nuk ka rëndësi sepse dikush është në ashuquajtur në shërbejse për 30-40 vjet apo ku ta di unë. Merrje një mesazh nga dikush dhe unë jam po ndjek në shkollën teologjike kalviniste. Po, në kalvinistët heretikë, që po ndjek dikush që vrau dhe preu në vitet 1600 në Zvicër, dogji 2 persona, vëlla motër. Dogji 2 persona, John Calvin që filloi sekti tyre. Një doktor dhe një tjetër, Serveti qush edhe një dikush tjetër që i dogji, sepse thanë që këto gjëra që ju po mësoni janë heresi, janë gjëra demonike. Dhe janë njeriu që ka para përcaktuar për të shpëtuar dhe masandaj disa njerëz të tjerë janë para përcaktuar për të shkuar në ferr. Këto janë doktrina demonike të tyre. Dhe do të adresojmë atë person, se nuk kam kohë të merrem me disa deklarime. O masa të shkonte në ca pyetje, vetëm filozofi njerëzish. Këto janë mësime që kanë lënë peng, këto janë vetëm një sekt i reformistëve, i kalvinistëve. Në masandaj të dikush në Tiranë që jam afruar për vite dhe jam munduar dhe e kanë parë dorën e Atit. Po tha ti e heretik, më tha mua se po praktikon urdhrimet e Atit, kurse unë jam tu në reformistët që po praktikojmë festat e pagane. Kur kemi njerëz të tillë, të disa denominacioneve si që janë në kalvinistës, e ke plot masandaj të tjerët, apo baptistët janë të njëjtë gjë, është e njëjta strukturë, janë të fshehur masandaj. Kur ke deklarimet të tilla që marrin Efezianët 1:4 dhe ne u para përcaktuan para themelimit të botës, ishte para përcaktuar që neve të merrim shpëtimin në Mesia, në Krishtin. Ishte para përcaktuar nga Ati kishte dekretuar përpara se të fillonte koha. Që në Mesia ne do gjenim shpëtimin, lavdi Atit dhe masandaj duhet të ecim në penjtërim, thot në Efezianët 1:4. Sot shikoj shëvtërimin, veçimin, ndodh sot në denominacionet e njeriut, në traditat e ejtërve të tyre. Çfarë mbajnë, çfarë praktikojnë? Praktikojnë sabatin që është shenjë beslidhje së popullit të Tij që Mesia praktikoi me apostujt për 33 vjet? Jo, mbajnë festat biblike që thot në Levitiku 23 që Mesia praktikoi me apostujt? Jo. Çfarë mbajmë? Gjërat që ishin folur në 300-400 në këshillin e Laodicejës të Nicejës, me çdo dekretim që bëri Konstantini, që ishte emperori, që ishte bashkangjitur me katolikë ortodoksë, me katolikët atëhershëm, që filloi krijimi i tyre. I kemi evidencat përpara. Dhe masandaj dalin me deklarime të tilla mishore. Çfarë mendojnë kalvinistët, reformistët që ti ta kuptosh? Ky është një besim më vete, është një kult më vete. Një person, një fëmijë u lind me sy blu. Ai fëmia kur rritet në këtë rast kupton që në këtë rast duhet të shpëtohet. Jo, për kalvinistët ai fëmia në këtë rast ishte para përcaktuar për të shkuar në ferr sepse kishte sy të blu. Por sy të blu kush ja dha? Ja e krijoi Ati. Po, pikërisht ta thonë që Ati para përcakton një njerëz që të shkojë në ferr apo në këtë rast të shkojë në jetën e përjetshme, e para përcakton para se të lindet. Po ai person thot, po unë përse jam përcaktuar për të shkuar në ferr? Unë nuk në këtë rast çfarë
çfarë gabimi kisha unë që kisha sy të blu? Unë sy të blu nuk I kryova vetimi dhe sy të blu. Por për kalvinistën në këtë rast, kjo është filozofia e tyre. Dhe pastaj e mbështesin gjatë kohës, sepse po ti ke mëkatuar dhe në këtë rast ti je përcaktuar për të shkuar në ferr. Po dale se ai person ka një zgjedhje për të bërë, siç ti bën një zgjedhje tani ku je, ke bërë një zgjedhje, je ulur në divan apo në karrikën tënde apo kudo që je, ke bërë një zgjedhje që të ulesh atje. Dhe njeriu çdo ditë ka zgjedhjen e tij që bën, zgjedhjen e tij që ne kujt do t'i shërbejnë, por për kulte të tilla, për doktrina të reme, teologji falso, demonike të kalvinistëve dhe apo të tjerëve, këto gjëra nuk ekzistojnë në këtë rast, sepse janë të ushqyer me filozofitë e Platoos, që në kohët janë ushqyer me të gjitha këto heresi që vazhdojnë të praktikojnë. Nëse vazhdojmë, le të shikojmë çfarë tha Mesia. Le të shikojmë çfarë tha Mesia në Mateu 19 që po flisnim, sepse sot neve me të kujtuar në këtë rast të shpëtimin, jetën e përjetshme, ne direkt në këtë rast të shkojmë tek vetëm në ajo deklarimi I besimit që ti dhe unë bëmë. Vërtet? Ajo është vulosja, hyrja në beslidhjen e tij vëlla motër. Hebrejnë të 10 ta thot haprazi. Efezianët 2. Në Efezianët 2 po, në Efezianët 1 të njëjtin gjë. Që mbasi besuam u vulosëm me frymën e shenjtë të premtimit, që ta marrim atë premtim. Po çfarë tha Mesia në Mateu 24? Që duhet të ngulmojmë apo jo? Të ngulmosh në çfarë? Duke ecur në mëkat vëlla motër? Apo të ngulmosh të veçohesh që thamë temën në këtë rast që thamë që në fillim, të veçohemi apo jo? Të veçohemi. Duke mos ecur në këtë rast në mëkat, veçohesh. Po si do veçohesh? Me anë të urdhërimeve. Sepse shkelja urdhërimeve është mëkati. Vetë Davidi tha, a nuk tha Davidi që kam ruajtur fjalën tënde, kishte fjalën kë fjalë kishte Davidi atje, që akoma nuk ka ardhur Mesia, ishte urdhërimet. Veçimi bëhet me anë të urdhërimeve. Veçimi nuk bëhet me anë të besimit vëlla motër. Besimi të bën të hysh në beslidhjen. Besimi bën të mundur marrjen e atyre premtimeve që ti duhet ta demonstrosh, ta tregosh me anë të ecjes tënde. Po sot dikush deklaron që unë kam besim, masandaj si e dëshmon ato veprat e besimit tënd tinë? E di pse ndodh sot që njerëzit kanë besim dhe ecën në paligjshmëri, sepse është një besim intelektual. Është një besim që deklarohet që është filozofi me pak fjalë. Shumë njerëz mund të thonë unë e dua atin, unë besoj në te. Çfarë praktikojmë sot? Praktikojmë sot, vëlla motër. Besimi pa vepra, pa ecjen tonë, është I vdekur apo jo? A nuk I kemi këto vargje? Mësuesi mirë, parë duhet të bëj të kemi jetën e përjetshme. Po flet për marrjen e kurorës vëlla motër. Nuk po flet për vulosjen e frymës së shenjtë, që I tregohet botës, pendohu nga mëkati. Mëkati çfarë është? Sepse ke shkelur urdhrimet e Atit. Të gjithë neve I kishim bërë dhe sot vazhdojnë akoma I bëjmë haprazi dhe është alarmuese ata që thonë që unë besoj. Të gjithë neve kishim shkelur ligjin e Tij, sepse masandaj çfarë? Paga e atij përmblusja e atij ligjit, Romakëve 6:23, është vdekja në liçen e zjarrit, jo fizike. Jo fizike. Fizike do ta kenë të tërë, Mesia e pati, por ju lut Atit që ta ringjallte, siç thotë Hebrejnë 5. Ju lut, po tregoj çfarë? Kishte frikë ndaj Atit që është fillimi I urtësisë, po e nderonte Atin në zbatimin e urdhërimeve që Ati kishte dhënë para se Mesia të vinte. Ai I zbatoi urdhërimet e Tij, gjithashtu zbatoi çdo fjalë që Ati I dha për të lënë apostujve, masandaj urdhërimet që masandaj thotë nëse më doni zbatoni urdhërimet e mia, thot Mesia në Gjoni 14:15, ato ishin urdhërimet e Tij që ai la, të caktuara.
Shkoni në këtë rast të qëndroni në Jeruzalem. Shkoni predikoni lajmin e mirë, bëni dy shepuj, në këtë rast të pagëzojeni ata, këto ishin urdhërimet e tija të Mesias. Të atit Mesia nuk i shkeli, i praktikovi vëlla motër, sepse ato janë të përjetshme. Psalmi 119, 152, 160, që ati ka dekretuar të përjetshme, do t'i zbatojmë festat e tija, nën festat e tija biblike në 1000 vjeçari kur Mesia do jetë këtu. Ti dhe unë kishim shkelur ligjin, të përben mëkatin, urdhërimet e tija i kishim shkelur, vjedhur gënjyer që janë në këtë rast siç e thim 10 urdhërime që janë për mbledhja, se nuk janë vetëm 10 urdhërimet e tija. Ka edhe të tjera gjëra që në këtë rast ti dhe unë duhet të bëjmë. Që të gëzojmë zemrën e Atit, nuk janë të vështira, nuk janë të rënda, kjo është dashuria e Atit. Ti dhe unë kishim shkelur ligjin, masandaj kur erdhëm në beslidhjen, hyrëm në beslidhjen e frymës së premtimit, apo jo? Beslidhjen që hyrëm në Mesian. Masandaj neve mbaroja ju pendim nuk kemi me për të bërë, për të kthyer nga shkeljet e atyre urdhërimeve që ti dhe unë do t'i bëjmë, se ndodh sepse mishi është akoma vërdallë, nuk do të zbatoj urdhërimet ligjin e Atit, Romakëve 8:7. Sot, kur i thua një pastori Romakëve 8:7, nuk do të përballet me atë varg. Romakëve 8:7 të flet për vdekjen dhe jetën. Që në vargu 6 dhe në vargu 8. Ai që ecën në frymë, ai që zbaton urdhrimet e Atit, ai besimtar po ecën në frymë. Ai që nuk zbaton urdhrimet e Atit, tani që ka dekretuar hyrjen në beslidhjen, po ecën në mish, sepse mishi nuk do të zbatojë urdhrimet e Atit. Dhe mishi çon në vdekje. Ja thot hapër, le ta shikojmë Romakëve 8, le ta shikojmë. Këto janë disa koncepte që akoma nuk janë folur në asamblejnë, duhen folur, duhen nxjerrë në pa. Duhen nxjerrë në pa gjëra të tilla. Mendja që duhet të kontrollohet, por me çfarë është mendja sot e kontrolluar? Ne sot deklarojmë që kemi mendjen e Mesias apo jo? Si ke mendjen e Mesias ti vëlla motër me gjithë përuljen përpara teje? Si ti dhe unë në krahas neve kemi mendjen? Ja një moment sa të shikoja që apo e merr. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje. Vdekja këtu është vdekja e liçenit të zjarrit vëlla motër. Ja ta vëmë në klapa, që ta kuptosh. Vdekjen fizike të tërë bota do ta kaloj, nuk po flet për vdekjen fizike, po flet për liçenin e zjarrit. Vdekja. Mendja që kontrollohet, mendja që është influencuar, mendja në këtë rast të shpirti, emocionet, vullneti, thotë vullneti që është brenda në shpirtin. Tash mendja është intelekti që neve arsuetojmë, duhet të arsuetojmë. Gjithashtu, vërtetja është si thua që bashkangjitur në kemi gjithashtu dhe mendjen, por dhe zemrën tonë që është fryma jonë, atje ku fryma e shenjtë vepron dhe gjykon dhe arsueton dhe na bind në zemrën tonë. Jo, nuk na bind në mendjen tonë. Është në zemrën tonë, vëlla motër, që sandaj shpirti dhe fryma jonë, që është zemra jonë, duhet të jenë në harmoni me shkrimin, me fjalën, me urdhërimet e Atit. Prandaj kur themi që mendja në këtë rast, mendja kontrolluar nga mishi, çfarë janë veprat e mishit? Janë kundra ligjit. Veprat e mishit janë kundra ligjit, Galatasëve 5. Mund të rishikojmë, le të rishikojmë pak së bashku.
Galatasve 5 flet për një diçka shumë të rëndësishme. Ja një moment vëlla motër sa ta gjej vargun. Është që ta zbërthejmë, vetëm romakëve 8. Po, vetëm romakëve 8 është për lavdi të tia. Si mund të interpretoj shkrimi me shkrimi, sepse sot nuk mund ta interpretosh ti dhe unë me anë të çfarë na kanë mësuar apo çfarë unë e ti dimë. Le ta lejojmë shkrimin çfarë po thotë, vargjet, Biblën. Ja, po e zmadoj pak që ti përmbledhim së bashku. Atere. Ja ku i kemi. Po flasim për mishin. Mishi, çfarë është mishi? Okej. Veprat mishit janë çfarë? Janë në këtë rast çfarë? Tradhtia bashkëtorë, në këtë rast prostitucioni, që themi kurvëria, pastërtia, shturja, idhujtaria, magjia, urrejtje, grindje, xhelozitë, shpërtimit e zemërimit, ambicet egoiste, mos marrveshjet, heresitë, ligji i është hequr. Kjo është heresia më e madhe që ndodh sot. Inate, zilitë, dehjet, për të cilat po ju them apostulli thotë, për të cilat po ju them që më përpara, ashtu siç ju thash edhe në të kaluarën, se ata që bëjnë të tilla gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Elohim. Çfarë do të thotë? Ja po e vëmë në një ngjyrë. Ja si bëm interpretimin. Vetëm me 2 vargje, ka plot vargje të tjera mbështetëse vëlla motër. Vetëm thjesht po marrim 2 vargje. Do t'i shikosh ngjyrat, më ndik që në këtë rast do të shikosh interpretimin e komplet ecjes tonë, romakëve 8, 6 deri në 8 vargjet. Vetëm këto 3 vargjet këtu përcaktojnë jetën e një besimtari, plotësisht nga zanafilla deri në zbulesa. Çfarë ndodhi në zanafillën? Ndodhi çfarë? Rënia të masandaj qovi në atë person ta çonte në vdekjen në liçenin e zjarrit. Por ati vendosi masandaj diçka gjatë rrugës, siç e dimë, na solli Mesian Jeshua. Tani, sepse mendja u kontrolluar nga mishi. Cila mendje u kontrolluar nga mishi? Ishte në kopshtin e Edenit. Eva u kontrollua nga mendja e saj, nga mishi i saj, e pa që ai fruti në pema ishte i mirë. E pa me syrin e saj të mishit. Ati kishte thënë disa gjëra çfarë neve duhet të ata fillimisht duhet të bënin, apo jo. E shikon që ajo gjë që na duket e mirë ne sot në jetën tonë nuk përben ecjen në këtë rast dhe nuk përben autoritetin e shkrimit. Kur ati thotë zbatoni urdhrimet e mia, kur Mesia vetë na tha, dhe mund ta riprekim pak, do kalojmë prapë atje. Kur Mesia vetë në këtë rast foli dhe dha përgjigjen që si ai person mund të kishte jetën e përjetshme, që të mos shkonte në liçenin e zjarrit, çfarë tha? Nëse do të hysh në jetë, çfarë do të bënte ai person? Duhet të zbatonte urdhrimet e Atit. Dhe masandaj e lenkovi ai personi, por jo sepse i lenkovi ai personi, po e zbatonte. O të gjitha këto gjëra i kanë zbatuar që në rini vërtet, por kishte disa gjëra të tjera që në këtë rast kishin zënë zemrën e tij, zemra e tij në këtë rast ishte ndaj diçka tjetër dhe nuk kishin urdhrimet e Atit. U trishtua sepse kishte hyrë fryma e mamonit, kishte pasuri të madhe dhe ai person jo se po praktikonte urdhrimet e Atit. Një person mund t'i bëjë nga ana rituale, po zemra ku është me Atin? Vërtet, zemra jonë ndaj Atit, dashuria e vërtetë që shprehet me anë të besimit, me anë të zbatimit të urdhrimeve të Atit. Ky person po deklaronte se ishte fetar përpara njerëzve. Por realisht çfarë po bënte? Kishte zemra e tij ishte ndjekur ndaj pasurisë. Ndaj sot mundohesh me një vëlla një motër që të dishipullizosh dhe që të marrë jetën e përjetshme. Ne shikojmë në këtë rast anën materiale gjithmonë më përpara. Vinë në këtë rast të afrohen në miqësinë tonë vetëm sepse duam të marrim diçka nga ana materiale. Vërtet, ato gjëra do vinë, do t'i jepet.
Por nuk kemi në miqësi, nuk kemi për vite, largohemi sepse po praktikojmë urdhërimet, mas andaj duam gjëra materiale më përpara. Ti mundohesh në këtë rast të nxjerr zemrën e gris zemrën përpara tyre me deklaruar fjalë, duke instruktuar, duke mësuar, duke mundohesh me njerëz me zemër të sinqertë, i instrukton, shpenzon orë të tëra, i mban afër, vjen në Shqipëri dhe masandaj jo, nuk ka rëndësi ato gjëra, por ti në këtë rast e di çfarë, unë nuk dua të jem pjesë në miqësinë tënde, por këto janë gjërat që duhet më japësh. Vajtojmë për gjëra të tilla. Sepse në zemrën e tyre nuk janë urdhërimet e Atit, se po të ishin urdhërimet e Atit, Ati do dërgonte në këtë rast mirësinë e tij, sepse ka thënë legalitetin e shkrimit të tij. Zbato urdhërimet e mia dhe në këtë rast dhe do të shtohet çdo gjë që ke nevojë. Por vjen në gjërat e tjera përpara urdhërimet, përpara sabatit dhe masandaj do t'i marrin. Nuk i merr mirësinë e Atit vëlla e motër duke lënë me njanë sabatin, urdhërimet, festat e tija biblike. Shikoja në këtë rast në Tiranë, në atë ekspozimin e Piranjas, u habita kur pash një person që debatonte masandaj në dera, po normal që ai person që ajo vajza që erdhi, heshte botës, po gjithsesi nxorri pa pastërtitë, masandaj të disa gjërave që po bëheshin. Ajo nuk i kuptonte, por nëse gjithsesi do t'i flasim, ka kohë për atë gjë. Kur shikoj personin atje në dera që ka qenë në miqësinë tonë dhe i kam thënë vlla, shikojmë disa gjëra në këtë rast, sepse ke nevojë. Po jo, unë këto urdhërimet këto unë fillova t'i praktikoja, po pastaj ja ndodhi kjo, ja dyqani tim, ja. Le të vazhdojmë të shikojmë urdhërimet e Atit, se çdo gjë tjetër do të shtohet. Jo. Fare është lajmi i mirë i mbretërisë. Le të miqësojmë së bashku, më lejo të dishipullizoj, më lejo që të trajnoj, që të marrësh jetën e përjetshme. Jo, masandaj, muaj mas muaj shikon janë në frymrat e fallit, të karizmatikës. Si dhen ka Ati autoritet? Si dhen ka Ati autoritet në jetën e një personi kur ai po ecën duke shkelur ligjin e tij vazhdimisht? Mos është fryma e shenjtë? Mëkati që është shkelja e ligjit, ligji që përmban festa, sabatin, urdhërimet e tija brenda që janë të shprehura që në Zanafilla deri tek Mateu. Kur një person nuk praktikon urdhërimet, festat e tija biblike që janë të përjetshme, si ky person paska këtë vaj, këtë autoritet në zyrën e tija? Për çfarë është vendosur ai person atje që të anulloj ligjin, siç kanë bërë sot të teologjitë dhe vazhdojnë në denominacionet e njeriut? Apo është vendosur që të mësojë shkrimin, tha Pali, që t'i kushtoj vëmendje shkrimit e para Timoteut 4:13. Shkrimi në këtë rast që flet në Luka 24 e para Pjetrit 1, i ke hapur azi, që fletja i shkrimi ishte që nga Zanafilla deri tek Mateu. Që janë në Tora, janë 5 librat e para, janë fjalët e urta dhe librat e urtësisë, masandaj ke psalmet dhe profetët. Ky është ligji i tëri. Kur një person nuk po kushton vëmendje ati mësimit të ati ligji të shkrimit, për çfarë është vendosur atje? Është vendosur jo nga Ati, është vendosur që të jetë kundra ligjit, është vendosur nga ana mishore. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi. Ja ku i ke. Mishi, veprat e mishit, i kemi të tëra këto që shikon tuja. Që janë armiqësi me Atin. Dhe më lejo të shpreh diçka të veçantë. Heresia më e madhe që ndodh sot ligji i Atit, Elohim, që është Zoti ton krijuesi, është hequr. Është
qëzuar thonë, dhe marim Efezianët 2, masandaj, dhe e keq trajtojmë shkrimin. Efezianët 2 po fletë që kryqëzoi certifikatën e vdekjes që neve kishim, sepse kishim shkelur atë ligj. Kur ja ku kemi këtu ja. Kështu që dhe ti të kuptosh. Të ka plot të tjera heresi që ndodhin. Heresi çfarë do thotë? Heresit janë doktrina, janë mësime që vinë kundra shkrimit. Dalin njerëz dhe masandaj flasin gjëra dhe thonë këtë gjë do të mësojmë. Këtë praktikën neve duhet të kemi. Këto janë heresitë. Nga fjala heresi vjen nga fjala greke. Fjala heresi, ja ta shikosh pak çfarë do të thotë. Heresi do thotë nga fjala ishte shpjeguar mirë nga dikush, do thotë nga fjala, ja një moment. Po, vjen nga fjala ariersis, diçka e tillë nga grekja e lashtë që do thotë zgjedhje, të zgjedhësh diçka, të praktikosh, këtë rast një lloj shkolle, një lloj mësimi. Dhe dim që për lavdit të Atit, një nga dishepujt e apostujve që ishte Ireneus që ishte në shekullin e dytë, ka shkruar një volum të madh, duke shkruar në librin e tij kundra eresive që është libri i tij. Dhe adreson të gjitha në këtë rast doktrinën e shëndoshë dhe doktrinat e rreme. Doktrina në këtë rast që duhet jetë e mirë, ajo e drejta, ajo besimi i drejtë, lavdiatit. Të inkurajojsh, lexoje një në jetën tënde dhe masandaj do kuptosh çfarë foli. Sepse në këtë rast mishi që kontrollohet në këtë rast, mishi kontrollon jetën e një personi, është armiqësi kundra Elohim, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Atit. Nuk i nënshtrohet ligjit të Atit. Ati do zemrën. Ati do që neve të gëzojmë zemrën e tij. Nuk do që mendja ime në këtë rast të kundërshtojë praktikën e urdhërimeve. Ne sot bazohemi në puna, ne sot bazohemi në familja, ne sot bazohemi në çdo lloj gjë tjetër, bazohemi në pozicionet. Është alarmante. Pastorët luftojnë sot në Shqipëri që cilësit sa vende unë do të mbaj, sa besimtarë kam këtu, përse mi iku njeri, përse mi iku tjetri nga vajti, fillojmë shkojmë tek tjetri masandaj, ti ma more, ti ma hoqe, të ik. Në gjëra më ndodhin mua në fillim, unë nuk kisha në djeni. Për një vit të tërë shikoja personin që hynte dhe dilte në miqësinë tonë, vetëm për të shikuar kush ishte me të raportin, kush ishte brenda në neve, në miqësinë në Telegram që kemi. Pas një vit i kuptova, po dale ky person, ta po ben. Dhe pyeta, pastaj, po ja, po s'ka mundësi. Ja, po, do me thënë, ti për të patur ato 5 sekonda, 10 sekonda për të shikuar kush është, ti kite mundësi. Masandaj kur bisedova, masandaj me dike, më tha, vëlla, ti nuk jeni djeni si funksionon. Asa kishte filluar ministria tonë vite më përpara. Ti nuk jeni djeni, tha, çfarë ndodh në Shqipëri. Ti tha, unë e di që ke zemrën e sinqertë ti këto gjëra, nuk i bën për qëllime të tjera. Çdo njeri ka zgjedhjen e lirë që vjen këtu, tha, por kështu ndodh në Shqipëri. Dhe pastaj po bisedoje me vllajën të njëjta gjëra. Vërtet, vetëm për numra. Ku është dishipullizimi? Ku është fjala? Ku është ligji i Atit? Përse duhet të kontrollohemi nga mishi? Përse duhet të kontrollohemi nga mishi?
Heresia më e madhe, vëlla motër, është ligji i atit është hequr, është kryqëzuar, kështu thonë sot, është quajtur pastorët. Ata që praktikojnë të lloj heresie nuk do të trashëgojnë mbretërinë, sepse është një besim intelektual. Kur Mesia na tha vetë që çfarë duhet të bëjmë për të rrokur jetën e përjetshme në atë ditë, nuk do flet për marrjen e lajmit të mirë, është tjetër koncept, janë të ndara gjërat. Sot nuk arrim të kuptojmë për të shpallur lajmin e mirë, ungjillin botës, është diçka tjetër. Pendohu nga ato shkeljet e ligjit dhe beso tek Mesia. Pastaj fillo të dishiplizohesh, fillo të pastrohesh, të ndahesh, të veçohesh me anë të urdhërimeve që të gëzosh jetën e përjetshme. Se nëse nuk praktikon urdhërimet, do thotë që ti në këtë rast nuk do të konfrontohesh me karakterin e atit. Nuk do të rinovohesh në mendjen tënde. Në mendjen, sepse mendja është mendje mishi. Dhe si natyrë, ajo mendje është armiqësi kundra Elohim. Dhe si natyrë nuk mund të nështrohet ligjit të atit. Mendja mishore as nuk mundet. Prandaj ata që janë në mish, prandaj ata që praktikojnë këto veprat e mishit, që janë kundra ligjit, sepse ligji ekspozon të gjitha veprat e mishit, që i ke sot këtuja, dhe apostulli nuk po thoshte diçka të re, po nxirrte në pa të gjithë Leviti 11, 18, Eksodin. Po janë gjëra që fliten në ligjin tim, vëlla e motë, në urdhrimet e tija që ne duhet t'i lexojmë, duhet të shkojmë përpara. Apostulli Shaul Pali na thotë në para Timoteut 4:13, ju thotë të drejtuesve të kishës ateshme, i thotë pastorit Timoteut, thotë kushtoi vëmendje leximit të këtij shkrimi të ligjit, që ata kishin atë kohë. Aja, Biblia nuk është mbulosur akoma. Vazhdojmë një tjetër shkrim mbështetës. Një doktor i ligjit u ngrit në të rast për ta vënë në provë dhe tha çfarë? Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Kurora, finalja. Dhe ai tha çfarë? Çfarë është shkruar në ligj? Dhe ja merrni me një drejton e urdhërimit të atit që ai duhet të jetonte për të marrë jetën e përjetshme. Dhe i citoj masandaj ligjin, lavdi atit. Edhe si tha, Jeshua tha, u përgjigje drejt. Vepro kështu, dhe kështu do të rosh. Vepro kështu dhe do të rosh, do të jetosh. Ja ta vem në klapa, vëlla motër. Rosh do thotë jeta e përjetshme. Kur Mesia flet për gjëra të tilla dhe na sensibilizon zemrat, atëre çfarë do të thotë? Çfarë do thotë kjo në zemrat tona? Kur të njëjtën gjë po fliste pak më përpara, ne që fryma prodhon jetë, këtu po fletë fryma kur ne veci në bindje të urdhrimeve të ligjit të atit në të mirën tonë të mundshme, atëre do kesh jetën e përjetshme. Sepse në të njëjtën kontekst po fliste që çfarë duhet të bëj që në këtë rast do të kemi jetën e përjetshme. Dhe Mesia tha zbato urdhrimet që të hysh në jetë, të hysh në jetë. Të hysh në jetë, vëlla motër. Dëshiron të hysh në jetë, thot zbato urdhrimet. Do të hysh në jetën e përjetshme, thot ec në urdhrimet e atit, sepse ai që zbaton urdhrimet ka besimin e vërtetë. Një tjetër evidencë, ja ku e ke fjala ditë masandaj që është shtuar në para Korintas 16. Ke ndonjë fjalë greke këtu? Për sa i përket ditës së sabatit, sepse ti në Bibli ke dita e parë e javës. Vërtet? Përse fjala ditë është shtuar? Dhe më lejo të them diçka. Kur vjet një presje e apo dhe, e kuptoj nga ana leksikore që në këtë rast biles ndryshon kuptimin e rrjedhishëm thënë dhe rrjedhinë e fjalës, por kur shtohen fjalë të tilla, ditë,
apo javë, apo vetë një fjalë që ka një peshë më të madhe, ndryshon komplet kuptimi i asaj fjalës. Fjala ditë në këtë rast nuk është prezente nga greqishtja tuja, për çdo fjalë greke ke korresponduese në këtë rast nga fjala greke ke një fjala në anglisht. Kurse përkthyesit kanë shtuar fjalën ditë, përse? Fjala javë që është në këtë rast përkthyer në këtë mënyrë nga fjala sabaton nuk do të thotë javë, fjala sabaton do të thotë sabat është përkthyer 68 herë në Bibël, në Dhjatën e Re, nga greqishtja e vjetë është përkthyer sabat. Dhe ja ku e ke fjalën thotë dita e 7 e javës, festa e Atit, institucioni i sabatit, ligji për shenjtërimin e çdo të 7 ditët të javës, për veçimin thotë atë ditë e veçantë, siç tha Ati, një sabat i vetëm. Ja ku e ke fjalën sabaton, që do thotë vetë nga rënja fjalës sabat. Sabaton, sabat do thotë, nuk do thotë javë. Nga na doli kjo fjala javë, sepse përkthyesit kishin mendjen e tyre mishore me teologjinë e tyre në vitet e tyre, duke thënë tani tu apostujt ndryshuan vërtet, ndryshuan bijtë e Izraelit dhe lanë me janë mos respektimin e sabatit, ndryshuan. Ndërkohë që nga greqishtja fjala sabaton do thotë sabat, dhe ishin në çdo sabat. Në këtë rast ishin në çdo sabat thoshte të le mënjanë. Apostulli po këshillon që në çdo sabat lini mënjanë diçka prej të ardhëve të tua, që kur të vi thot, prandaj të mos në këtë rast mos bëhen atëre mbledhje ndihmas thot. Po lini në çdo sabat kur unë të vi pastaj lavdjati. Dhe e marr. Paq. Ja, një mbështetje tjetër që ti ta kesh. Njëjta gjë. Mia ton sabaton. Çfarë do thotë nga greqishtja? Shko për këtë, ndoshta disa për ju dini greqisht. Mia ton sabaton, çfarë do thotë? Në një prej sabateve. Ndoshta sabati i parë. Po këto dy përkthime janë. Për një prej sabateve, kur dishepujt u mblodhen për të thyer bukën, është traditë për të thyer bukën në atë ditë. E thyen bukën çdo ditë. Miqsojmë çdo ditë lavdjatit, por kur ka vendosur Ati si ditë veçuar, se këtu është konteksti. Apostujt u mblodhen dhe luteshin në tempull në thyerjen e bukës çdo ditë. Çfarë thotë urdhërimi i Atit? Çfarë thotë shkrimi që neve duhet të bëjmë? Këtë ditë ka veçuar Ati. Përse nuk shikojmë kuptimin e fjalëve realisht? Për Mesian ishte përkthyer 68 herë në Dhjatën e Re, fjala sabaton u përkthyer sabat. Vetëm në 3-4 raste masandaj në bëhet ditë e parë javës. Do thotë që Mesia la apostujt e tija për të ecur në palishmëri. Ndërkohë ai vetë Mesia praktikoi për 33 vjet, masandaj u thotë apostujve mbas ringjalljes time, shkoni dhe esin në palishmëri në paullësi. Çfarë praktikojnë motrat në Luka 23, vëlla motër? Është festa e bukës pa maja që po praktikojnë, po mbajnë ditën e parë të festës bukës pa maja. Kushuan në sabatin sipas urdhërimit që quhet sabat i lartër. Luka 23 vargjet 54-56. Shko shikoje. Po mbajnë motrat e asamblesën, po mbajnë festën e Atit, që janë të përjetshme. Sabati është i përjetshëm, Pashka është i përjetshëm, festa e bukës pa maja është i përjetshëm, frutat e para janë, festa e tij është e përjetshme. Pentakosti është një festë e përjetshme, që është Shavuoti. Dita e burive është një festë e përjetshme, dita e shlyerjes është një festë e përjetshme, dita e festës të tabernakujve të kasolleve është një festë e përjetshme. Dhe dita e 8 e kuvendit madhështor, lavdjatit, që janë festat e tija. Dita e 8 e kuvendit madhështor është përjetësia, është Isaia 11. Të po flekë, mbas 1000 vjeçarit do lëshohet Satani, do mashtroj kombe që kanë mbetur jashtë qytetit. Brenda në qytetin janë ata që zbatojnë urdhrimet e Atit, që nuk kanë ecur në mish mbasi erdhën ndjenisë të vërtetës. Nuk kanë anulluar ligjin mbasi erdhën në beslidhjen e gjakut të Mesias, nuk e kanë bërë gjakun e Mesias profan. Për ty, drejtues që je në asamblejën e Shqipëri apo kudo që je, apo për ju motra që dilni masandaj dhe predikoni online.
prediko urdhërimet e Atit. Çfarë thonë në Proverba 31? Le ta shikojmë për ju motra, thjesht mas andaj një mësim më vete, por le ta shikojmë. Le ta shikojmë Proverba 31. Për motrat, që po fliste dhe normal që është kapitulli për ju që tregon veçimin, tregon integritetin, tregon atë gruan që ka frikë në të rast të Atin, që nderon, që zbaton gjakun e bestlidhjes apo jo. Le ta shikojmë për ju motra, Proverba 31. Duhet ta kem në një mësim këtu ja një moment sa ta gjej. Po, mund të jetë këtu ja. Po, lavdi emrit të tia. Vargu 26 për ju motra që dilni në këtë rast dhe bashkangjitur me parën Timoteut 4:13. Në Proverba 31:26 le ta shikojmë së bashku. Ja ku e kemi. Çfarë ju motra duhet të bëni? Ajo grua që nderon gjakun e beslidhjes, çfarë do të bëj? Do të hapi gojën e saj me urtësi. Çfarë është urtësia? Urtësia është frika e Atit, është fillimi i urtësisë. Dhe kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e Tij. Psalmi 111. Ajo do të hapi gojën e saj me urtësi dhe në gjuhën e saj është ligji i përkushtimit të dashurisë. Në gjuhën tënde duhet jetë ligji i mirësisë, ligji i përkushtimit të dashurisë. Te duhet të mësosh motrave të tjera në dishipullizimin në atë miqësinë e ngushtë, po jo të dalim online siç dalin. Mos andaj pa mbulesë koke, pa principet frymërore, që pali shpenzovi 16 vargje në para Korintasve 11, 16 vargje për të vënë në konceptet e nderit apo të turpit. Thotë, vere mbulesën në kokë, thotë ju motra kur luteni profetizoni, në këtë rast tregoni nder ndaj kreut tën. Kreut tën thotë ndaj burrit fillimisht, mos andaj ndaj kreut, sepse kreu i kishës kush është Mesia. Tregon nder ndaj shpëtimtarit tën të motër, kur ti lutesh apo profetizon. Profetizimi është dhe leximi i Biblës me zë të lartë, ai është një lloj profetizimi.